Sali Berisha denonson një rast ku sipas tij një patronazhist i Partisë Socialiste, punonjës i postës DHL, ka ndërhyrë në procesin e votimit. Prova për këtë Berisha sjell foto e video të marra nga faqja e tij në Facebook dhe ajo e Taulant Ballës. Patronazhisti është personi që merr në dorë votën e diasporës, i cili drejtohet direkt nga famziu Taulant Begojaris. Votat e diasporës u shtetëzuan dhe u manipuluan në shkallën që deshi partia e krimit. Berisha përjashton çdo mundësi që këto zgjedhje të pranohen nga opozita. Këto zgjedhje nuk mund të njihen kurrë. Detyra themelore e çdo demokrati dhe demokratje është rikthimi i të drejtës votës lirë, largimi e Edi Ramës nga pushteti, qeveria teknike dhe vota e lirë. Farsa 11 majit, sipas Berishës, është prova më e qartë se sa të forta janë bërë sot kartelet e drogës, krimi i organizuar, të cilët çojnë përfaqësuesit e tyre në kuvend. Farsa ka si strumullar, ka si gjenerator shtetin elektoral, sepse shtetet që organizojnë farsa, jo të gjitha përdorin kartelet e drogës. Kurse në Shqipëri, përveç shtetit elektoral, është narkoshteti, kartelet më të fuqishme të drogës në Europë. Nuk mund të ketë një kartel në Europë sot më të fuqishëm se karteli Troplin, sepse është i vetmi kartel që ka port të lirë për kokainën. Dhe ja urdhë pas operacioni, çfarë i bërë? Asgjë. Një turp i madh. Të gjithë Troplinët janë të lirë. Gjoja në ndjekje. Pashka se shkojnë e shtrojnë ndru pa 4-5 ditë në ndjekje gjushi. Kreu i PD-s komentoi edhe takimin e Elmar Bruk me kryeministrin Rama. Ai mbetet një mik dhe urimi i tij është një ironi. Mos e pyet